Gazetarja dhe ish banorja e Big Brother VIP Ilnisa Agolli ka bërë një koment të drejtë për drejtë dhe ndoshta të papritur lidhur me divorcin e shumë përfolur të aktorit Beskallaku dhe këngëtares Xhansila Myrtezaj. Ilnisa, e cila ka qenë e pranishme edhe në dasmën e ish çiftit, u pyet nëse i erdhi keq për ndarjen e tyre. Përgjigjja e saj ishte e prerë jo. Ajo e argumentoi këtë qëndrim duke e parë ndarjen si një akt emancipimi dhe marrjeje të kontrollit mbi jetën personale, duke e krahasuar edhe me përvojën e saj. Është fat i bukur kjo ndarje e ditëve të sotme, shoqyr që po vendosin të marrin timonin e jetës së vet, si burrat ashtu edhe gratë, u shpreh ajo duke shtuar se nuk jetojmë më në sistemin ku duhet të rish me dikë vetëm për hir të opinionit të komshinjve apo kolegëve, duke folur specifikisht për Beskallakun, të cilin e cilësoi si një mik të vjetër dhe shok klase nga Akademia e Arteve. Ilnisa deklaroi hapur mbështetjen për vendimin e tij. E kam shumë xhan dhe ka bërë shumë mirë që është ndarë, tha ajo. Sipas Ilnisës, kjo bindje vjen duke dëgjuar artin e tij të fundit. Ai flet përmes teksteve të veta, duke ju referuar atyre këngëve që unë dëgjoj. Them që zgjidhja më e mirë është kthimi te vetja dhe ecja përpara pa e kthyer kokën pas, përfundoi ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.